plotësisht me 7 direktiva, pra instrumente kyçe të Bashkimit Evropian, që lidhen konkretisht me luftën kundër pastrimit të parave, trafikimit të drogës, trafikimit të qenieve njerëzore, shfrytëzimit dhe abuzimit seksual të fëmijëve, terrorizmit, si dhe me mbrojtjen e interesave financiare dhe sigurisë së Bashkimit Evropian. Ky e fundit është gjithashtu shumë e rëndësishme, pavarësisht se është bërë një punë shumë e mirë nga qeveria shqiptare dhe institucionet e tjera të cilat janë të përfshira në kuadrin e negociatave për kapitullin 24 konkretisht. Megjithatë, nga vlerësimi i bërë dhe me ekspertët e Bashkimit Evropian, kishte edhe disa elemente të tjerë të cilat nevojiteshin në mënyrë që ne të kemi parafrim të plot, duke qenë se Shqipëria çdo ditë më shumë që afrohet rrugëtimit pra destinacionit final, mbylljes së negociatave teknike me Bashkimin Evropian, duhej që patjetër dhe ne të shqetësohemi jo vetëm për pjesën e kuadrit ligjor të mbrojtjes së interesave financiare të vendit ton, por si vend kandidat të shprehim të njëjtin shqetësim dhe si vendet e tjera anëtare për sa i përket aspekteve financiare të Bashkimit Evropian. Pra kjo ka qenë pjesë e një analize të përbashkët me ekspertët e Komisionit Evropian, ku janë identifikuar në tabelat e përputhshmërisë dhe ndërhyrjet e nevojshme për të bërë në kuadrin ligjor shqiptar në mënyrë që të kemi parafrim të plot lidhur edhe me këtë aspekt shumë të rëndësishëm. Thënë këtë, këto nuk janë ndryshime formale, ata forcojnë realisht kapacitetin e shtetit shqiptar për të ndjekur penalisht krimin e organizuar dhe krimin ndërkufitar, duke zgjeruar jurisdiksionin penal të Republikës së Shqipërisë edhe për vepra të kryer jashtë territorit të vendit, duke hequr në raste të caktuara kushtin e dënueshmërisë së dyfisht dhe duke lehtësuar provën për origjinën kriminale të pasurive. Qartësisht përmes saj, qeveria shqiptare dëshmon një vullnet qartë politik për të parafruar jo vetëm në frym, por edhe në legjislacion, duke